Kortezhi I përmorshëm nise drejt varrezave të dëshmorëve të kombit. Dhimbja është e rëndë, e jashtëzakonshme. Mira pioniere mposhtë në atë dhe shpërthej në thirrjen madhore të kohës së partisë. Në këtë rrugë, ku në nëntorin e 44 sa I hyri fitimtar në kryet partizanëve, sot përcillet në një pikëllim të thellë nga populli I kryeqytetit dhe I gjithë Shqipërisë. Mbi shtratin e topit flej pa gjumë ynë I madh. Nëna Shqipëri pret birin e saj të dashur. Pas gjysmë shekulli jete të stuhishme revolucionare, vjen të pret këtu midis bashkëluftëtarëve, ai Enveri. Vjen komandanti legjendar mbi supet e shokëve. E si mund të mbahet pesha e kësaj dhimbje të thellë, e kësaj humbje tepër të rënde të pazëvendësueshme. Si mund të themi tani lam të mirë? Si mund të shkëputim tani trupin tënd nga trupi I lirisë? Populli që të nxori nga gjiri I tij të dha vetë emrin e pavdekësisë. Dhe nga toka mëmë që aje deshja që shumë, dhe nga odori shtëpisë së dashur, nga Gjirokastra e shtrenjtë, nga gjithë Shqipëria. Për Enver Hoxhën vetëm ditëlindje do të ketë, thot shoku Ramiz Alia. Vetëm një datë.
1908. Atë dheu për 5 minuta bie në një heshtje të rëndë. Stop your being together on their own station! Zbiti frendi, pikëllimet e shokut e të shtipën. Pse? Neve. E ati. Kisha frikë se sënë të ta në rejnë. Jo se ta shofe nëse ta shofe aty. S'ma mirë dhe me një mos më po ta shof me njës. Se unë më pas qënë një herë di, po mund të jem qek 20 herë dhe ma me po më qënë. Po në greja se në këshirë të përgjishëm. Kur ishe në klasë të 4, unë e takova në rrugë atë dhe e përqafuam në malë shumë të malë. Ai na pyeti se si veni me mësimet dhe na tha në fund të bisedës tonë ai na tha që ti bëni shumë të pala prindër. Vini që në shkatovi, dhe vdekja e uvesit tonë dashë, sobët e në rogjë. I përoj të ne këtë dhimi të da kemë fort. Ky është vetimi gjithë rinis dhe i brezit tonë. Nësa kemi të ri, parë dhe atër kur qlokët na e sparhur, nuk të darojmë këtë ditë. Do të janem trashekim brez pas brezit, fëmijëve ta, një për në mbesa, kujtimin e ti, dhe do të vazhdojmë rrugën e ti, ashtu si që punoj dhe luftoj dhe ai. Ai do të roj në zemrat të tona dhe të fëmijëve tanë. Si do të themi ne fëmijëve, çfarë do të themi atyre kur të shkojmë në shtëpi, që e presim me marë zarin e të verit, në të i bunë për një marë. Nuk e besoj që ka tek shoku ndër hoqë. Kam kujtimin në vitin 1969 kur ta dekoratën të heroj fundit socialiste. Kapin për qefoj, edhe më tha ta majsh me nërë. Dhe i premtova që do punoj, do shumëfishoj forset e mia, që zbatoj çdo gjë që nga kompartia, edhe porositë e tuaja shkollëve. Është e pamundur të mbajnë lotët. Ne lindëm në epokën e Enverit dhe betohemi se do ta mbajnë gjithmonë të pastër të epokë, se vetëm kështu ka kuptim kjo jetë. Zemrëdhësit tonë të dashur, në të fare bashkë me zemrat tona, dhe me zemrën e gjithë popullit. Ai na la partia të fortë, dhe partia na mëson që dhimbjen ta kthejmë në forcë, dhe ne betohemi se do të jemi të fortë. Do të dim të aqëm më lartë flamurën e marxizëm-leninizmit, ndërtimin e socializmit në Shqipëri. Ne betohemi se porosit e çmëra që në ka lënë shukon verë, do t'i qojmë dhe do t'i zbatojmë. Në jetën kohë, sigurojmë partinë tonë, se kufit tonë të t'jenë të paprekshëm nga çdo armik. Shoku Enver kam poshtur shekujt e skaluarës dhe ka vënë në rrugë të mbarë shekujt që vinë, për rinin, për breza të antarëshme. Shoku Enver e njojta për të parë neve në vitin 1987, kur ai u caktua profesori i liceut të Korçës dhe vazhdoi me filtarinë e tij deri në vitin 1920, kur ai u përjashtua nga liceu i Korçës, i njeriu i padëshëruar, në daqen e tij në Tiranë,
me punën e tij, me përpjekjet e tij, mundi të realizojë qëllimin për të themeluar partia. Kur e mora veçun ashtu thash, unë nuk besoj thash unë se ka shkuar shumë. A i ka shkuar, po, për që për mua, unë e kam zemën time gjallë. Gjithë Shqipërinë e ka të bukuruar. Dhe emri e tia nuk harrohet. Kur? Ja. Unë e kam qarë me të. Unë e kam qarë shumë me. Më ka matur Shqipërinë tonë. E ka zbukuruar. Në vënë partia. Ne kooperativistë e Bajzës jemi krenarë që majmë emnin e udhëheqësit tonë të dashur shokut Enver Hoxha. 3 herë rreshtkar kooperativën tonë. Na ka lanë porosi të mëdha. Ato porosi ne do i kemi kujtim ne dhe brezat tonë për tanë jetën. I kena vunë jetë dhe do i vëmë jetë brez mas brezit, këtu në zonën kufitare.